Në këtë edicion do të ndiqni. Repartet e spitalit të përgjithshëm Isa Grezda në Gjakov, të cilat gjatë kohës së pandemisë kanë qenë në shfrytëzim për pacientët e infektuar me COVID-19, nga sot janë rikthyer në hapësirat ku çdo herë kanë ofruar shërbimet e rregullta. Komuna e Gjakovës vazhdon të mbetë ndër komunat më transparente në Kosovë. Kësaj radhe renditet e treta në indeksin e transparencës për qeverisjen komunale 2020 i publikuar nga KDI dhe USAID. Inspektoriati komunal në bashkëpunim me policinë e Kosovës dhe sektorët tjerë në vazhdimsi po vëzhgojnë situatën në teren. Gjatë inspektimeve që kanë bërë në ditët e fundit është vërejtur se në shumicën e bizneseve ndryshon çmimi nga sektori deri tek arka. Mirëmbrëma, po fillojmë edicionin e lajmeve qendrore. Repartet e spitalit të përgjithshëm Isa Grezda në Gjakov, të cilat gjatë kohës së pandemisë kanë qenë në shfrytëzim për pacientët e infektuar me COVID-19, nga sot janë rikthyer në hapësirat ku çdo herë kanë ofruar shërbime të rregullta. Aktualisht në këtë spital kanë mbetur vetëm 8 pacient pozitiv me koronavirus që po trajtohen me oksigjenoterapi. Falërënjës së numrit të rasteve pozitive, repartet e spitalit Isa Grezda në Gjakov, të cilat kanë trajtuar pacientët me COVID-19, nga sot filluan zhvendosjen nga hapësirat që ishin vendosur përkohësisht dhe janë kthyer në hapësirat e tyre. Drejtori i spitalit Hilmi Shala tha se kjo është faza e parë drejt kthimit në normalitet. Komisioni që bën menaxhimin e Covidit në institucion, dhe kam bajt takim dhe kam vendosur të fillojmë të kthehemi në normalitet. Disa raporta vetëm sot kanë filluar të kthehen, si është reparti intern, kirurgjia është vendosur në repartin e vet. Momentalisht kena vetëm infektiven dhe pulmologjin, të cilët janë në dispozicion të pacientëve me Covid. Po fatmirësisht numri i pacientëve është në rënje. Sot kemi vetëm 21 pacientë të cilët janë të hospitalizuar. Nga këta vetëm 8 janë pozitiv, pra Covid pozitiv. Urojmë, shpresojmë që të shkojmë drejt normalizimit të plotë. Shala tha se të gjitha shërbimet spitalore ofrohen për pacientët. Gjithë pacientë që drejtohen në institucionin tonë, që kanë nevojë, i marrin shërbimet e tua, qoftë operacione dhe po shërbimet të ndryshme, patologji të ndryshme. Në mesjen e reparteve që për më shumë se gjysmë viti ka qenë në shfrytëzim për të infektuarit me virus është edhe interno, por sot shtreturit këtu janë zbrasur dhe stafi mjekësor tani po ofron shërbimet për pacientët që kanë probleme të kësaj fushë. Tash pasi ka numri i rasteve edhe pacientat që trajtohen për Covid që janë me simptoma ose diagnostikuar me Covid, trajtohen në repartin e pulmologjisë dhe në repartin e infektivës. Këtu është reparti internos, ku kemi filluar në gjendje normale të punojmë me rastet që kanë nevojë për trajtim mjekësor. Përndryshe, menaxhmenti i spitalit ka ndarë mirënjohje për të gjithë anëtarët e komisionit për kontributin e dhënë në menaxhimin e pandemisë, në shenjë respekti dhe falënderimi për punën e tyre. Ministria e Shëndetësisë njofton qytetarët e Republikës së Kosovës se procesi i vaksinimit kundër COVID-19 vazhdon edhe gjatë ditëve të vikendit në të gjitha komunat e vendit, në lokacionet e caktuara nga Drejtoria Komunale për Shëndetësi. Vaksinimi bëhet sipas ftesave të marra dhe termineve të caktuara për qytetarët nga njësitë e vaksinimit sipas listave në dispozicion të krijuara nga ana e tyre dhe përmes platformës e-Kosova. Ministria e Shëndetësisë njofton qytetarët e Republikës së Kosovës se procesi i vaksinimit kundër COVID-19 vazhdon edhe gjatë ditëve të vikendit, si në sallën jetëtore në Prishtinë, ashtu edhe në komuna tjera të vendit, në lokacionet e caktuara nga Drejtoritë Komunale për Shëndetësi. Në njoftimin për media, thuhet se në qendrën e vaksinimit në Prishtinë, salla jetëtore, do të vaksinohen qytetarët të cilët janë kontaktuar nga Ministria e Shëndetësisë sipas aplikimit të tyre në platformën e vaksinimit kundër COVID-19 i Kosova dhe sipas terminit të caktuar. Po ashtu vaksinimi në komuna gjatë 2 ditëve të vikendit bëhet sipas ftesave të marra dhe termineve të caktuara për qytetarët nga njësitë e vaksinimit sipas listave në dispozicion të krijuara nga ana e tyre dhe përmes platformës e-Kosova. Me qëllim të mbarvajtjes së procesit, vaksinimi do të bëhet vetëm për qytetarët që pranojnë thirrjen dhe japin konfirmimin për marrjen e vaksinës në qendrën e vaksinimit në komunat e tyre. Ministria bën të ditur gjithashtu se gjatë ditës së djeshme deri në ora 17 me vaksinën
vaksinën kundër COVID-19 janë vaksinuar rreth 3100 qytetarë të Kosovës. Ministria e Shëndetësisë është angazhuar që të sigurojë numër sa më të madh të vaksinave kundër COVID-19, ndërsa gjatë këtij muaji dhe në fillim të muajit që vjen, pritet ardhja e kontingjenteve të tjera të vaksinave. Komuna e Gjakovës vazhdon të mbetë ndër komunat më transparente në Kosovë, kësaj radhe rënditet e treta në indeksin e transparencës për qeverisjen komunale 2020, i publikuar nga KDI dhe USAID. Komuna e Gjakovës vazhdon të mbetet ndër komunat më transparente në Kosovë. Kësaj radhe rënditet e treta në indeksin e transparencës për qeverisjen komunale 2020 i publikuar nga KDI dhe USAID. Artan Haraqia, zyrtar për informim në komunën e Gjakovës, tha se për këtë vit kriteret dhe kërkesat rriten. Andaj ne si komunë kemi për obligim të punojmë të angazhohemi sa më shumë që transparenca dhe llogaridhënia ndaj qytetarëve të jetë sa më korrekte. Është një punë që kërkon dhe mbledhje dhe grumbullim të dhënave për gjatë një viti dhe publikim të tyre në webfaqen zyrtare të komunës, dhe kjo nuk mund të arrihet pa një punë të madhe të gjithë stafit nga të gjitha drejtoritë dhe sektorët në komunën tonë. Ai më tutje tha se performanca dhe transparenca buxhetore është e shkëlqyer për arsye se çdo lëvizje financiare bëhet publike përballë qytetarëve. Secili mjet i buxhetit që shpenzohet, secili investim dhe secila lëvizje financiare është publikuar dhe është transparente përballë qytetarëve, dhe kjo na bën në njërë ndër komunat më transparente sa i përket shpenzimit të buxhetit dhe realizimit të projekteve të ndryshme. Kemi ngritje edhe në pjesën e prokurimit publik, në fushë në cilën tashmë janë shtuar shumë kritere të reja, dhe cila e bën edhe më të vështirë punën për të grumbulluar të gjitha të dhënat e kërkuara. Puna, angazhimi dhe përkushtimi ndaj qytetarëve do të jetë gjithnjëherë më i madh, ku do mundohemi t'ju ofrojmë mundësi që nuk kanë qenë më parë, u tha mes tjerash. Inspektoriati komunal në bashkëpunim me Policinë e Kosovës dhe sektorët tjerë në vazhdimsi po vëzhgon situatën në teren. Gjatë inspektimeve që kanë bërë në ditët e fundit, është vërejtur se në shumicën e bizneseve ndryshon çmimin nga sektori deri tek arka. Njëra ndër problematikat që inspektoriati në komunën e Gjakovës ka vërejtur këto ditë është edhe ndryshimi i çmimit nga sektori deri tek arka. Fazli Hoxha, drejtori i inspektoriatit, ka thënë që kjo situatë është në vëzhgim dhe që apelon tek konsumatorët që të lajmërojnë organet kompetente në këto raste. Çka është shqetësuese që kohën e fundit në disa markete inspektorët e trekut i kanë gjetur disa shkelje që me produkte që i prezantojnë çmime që janë publike që i shohin qytetarët, ndërsa ndryshimi bëhet te arka, pra paguajnë një çmim tjetër. Dhe ndaj këtyre markete vjen shqiptuar gjoba dhe do të merren edhe mosa tjera që janë të parapame me ligj. Qytetarët shprehen që këso raste kemi hasur shpesh, por bëjmë thirrje që inspektorët të ndërmarrin masa. Bijoni herë po plot herë. Apeli im kishte me qenë që veprojnë inspektorat sa më shpesh, ti shikojnë ato, ti rishikojnë se ka çmim aty që thot është ra, shkon e blen konsumatorit del çmimi tjetër. Ka pas edhe ndrime çmimit, e kanë luajtur çmimin dikush, kam pagu vojën 1.19 për më shku 2.39 ka pas pagesën, edhe për familjarë kam dëgjuar që kanë pas ndryshime në fakturë, e lutem inspektoratin që të marrin masa për këtë veprim. Ne vizituam edhe nga afër njërin nga marketot në qytet për të parë se si variojnë çmimet. Menaxheri Fekri Gojani tha se këtu çdo ditë përcillet situata sa i përket çmimeve të produkteve si dhe kujdesi është maksimal. Ne jemi shumë vigjilant me këto raste dhe i përcjellim zakonisht stafi. Nuk lojmë marrë në atë konflikt konsumatori me kompaninë. Për këtë mund të verifikoni edhe në kuvendi komunal, inspektori gjatë kontrollave tona, të cilat ka qenë 3 pikat e marketave, nuk ka asnjë një problem. Mund të verifikoni edhe atje, kemi kontrollat të shpeshta, po deri më tani nuk kanë asnjë gjatë të tillë. Sipas opinioneve të qytetarëve, ndryshimi i çmimeve nga bizneset është një problematik për konsumatorët, por që besojnë mbi ligjin e që masat të ndërmirën sa më shpejt.
Vazhdojmë edicionin edhe me një informacion nga shëndetësia. Në qendrën e mjekësisë familjare Emin Duraku puna po vazhdon si zakonisht, edhe pse numri i pacientëve që po kërkojnë trajtim për COVID-19 është më i vogël, prap se prap apeli mbetet i njëjtë që të respektohen masat e rekomanduara nga institucionet gjegjëse. Në qendrën e mjekësisë familjare Emin Duraku puna po vazhdon si zakonisht. Këtu ofrohen shërbime për të prekurit me COVID-19, për të cilat na njoftoi mjekja e përgjithshme në këtë qendër Hana Domi. Atëherë, kjo qendër është qendër për shërbimet saj përket COVID-it. Ne ofrojmë shërbimet e dhënies së terapisë së pacientëve të infektuar me COVID. Çdo ditë prej ambulantës qendrore na vijnë informatat për numrin e pacientëve ditor të rezultuar pozitiv. Dhe ne i telefonojmë ata, ju i njoftojmë për vendodhjen dhe për shërbimet që i kryjmë. Pastaj pacientët mund të vinë te ne dhe t'i marrin terapin apo çfarë do që kanë nevojë kontrollat mjekësore. Punojmë me trindrime. Çdo ditë prej orës 8 deri në 8 jemi në shërbim të pacientëve. Domi shtoi se me rënien e të prekurve në nivel vendi ka pasur më pak raste edhe në këtë qendër. Megjithatë, atyre që janë paraqitur nuk u ka munguar kujdesi nga stafi këtushëm. Gjatë javës së fundit kemi pas një rënje drastike të vlerave të pacientëve, për shkak se kryesisht kanë qenë numrat një shifror që i kemi trajtuar brenda ditës. Për dallim prej muajve të kaluam, në muajin prill dhe në muajin mars kemi pas rritje enorme të rasteve në krahasim me muajt fillimit të vitit. Mirë po, kjo nuk do të thotë që duhet të ulet kujdesi i qytetarëve dhe të ulen masat të mbrojtëse ndaj smundjes së Covidit. Situata është e mirë, ne furnizohemi vazhdimisht me material prej ambulantës qendrore dhe kushtet janë të mira, nuk na mungon asgjë. Terapin bazë kemi, mirë po terapit specifike kryesisht i sigurojnë pacientët dhe ne e bëjmë vetëm administrimin e tyre. Apeli mbetet i njëjtë, që ndonse ka numër më të vogël të infektuarve, duhet kujdes pasi ende po përballemi me të panjohurën. Në stadiumin e qytetit në Gjakovë është zhvilluar ndeshja në mes të KF Vllaznimi dhe KF Malisheva. Kjo ishte gjiroja e javës së 27 të Ligës së Parë të futbollit kosovar. Të ndjekim raportin. Në stadiumin e qytetit në Gjakovë zhvilluar gjiroja 27 në kuadër të Ligës së Parë të grupit A ndërmjet Vllaznimit dhe klubit të futbollit Malisheva. Në këtë takim, mysafirët erdhën në Gjakovë për të kërkuar fitoren ndaj skuadrës QQZ, e kështu për të siguruar pa kalkulime Superligën. Këto dy skuadra dihet se çdo herë kanë zhvilluar futboll të ashpër. Në minutën e 15 të lojës ishte Viktor Kuka që shënoi golin e parë për Malishevën. Si duket, fati nuk ishte në favor të ekipit gjakovar, sepse përkundër angazhimit, futbollistët nuk arritën të shënojnë në portën e kundërshtarit. Në minutën e 26 të kësaj përballje u shënua dhe goli i dytë nga mysafirët, ishte Altin Aliu ai që shënoi për Malishevën. Pjesa para lojës u mbyll në favor të Malishevës me rezultat 0-2. Edhe në pjesën e dytë, lideri aktuale e grupit A Malisheva në këtë përballje u tregua më mirë në fushë. Rreth minutës së 70, golin e tretë për mysafirët e shënoi Armend Abazi. Kështu ky takim u mbyll në favor të Malishevës me rezultat 0-3. Deri më tani Vllaznimi ka zhvilluar 27 lojë, prej tyre ka shënuar 8 fitore, 5 barazime dhe ka psuar 14 humbje. Liburni ka realizuar fitoren e radhës ku mbrëm në Podujev në kuadër të Gjiros së 18 dhe të fundit të kampionatit të rregullt të mposhti klubin BB Llapi me rezultat të thellë 0-8.
Liburni ka realizuar fitoren e radhës ku mbram në Podojev në kuadër të gjirës së 18 dhe të fundit të kampionatit të rregullt mposhti klubin BB-Llapi me rezultat të thellë 0-8. Golashenues për Liburnin ishin Ala e realizoi hat-trick me 3 gola, Maxhara e realizoi 2 gola dhe nga 1 gol realizuan Selmanaj, Kolas dhe Kryeziu. Liburni përmbyll kampionatin e rregullt me 42 pikë të tubuara me 14 fitore, 0 barazime dhe 2 humbje, me gola averazh 117 me 48 me plus 69 golla dallim. Kanë mbetur të zhvillohen edhe takime të tjera, të cilat do të përcaktojnë ekipet pjesëmarrëse në play-off. Klubi Gjakovar ka siguruar vendin e dytë, por pret takimin nga ndeshja Prishtina 09 dhe Mavitex Prishtina, ku në rast të barazimit apo humbjes së Mavitex Prishtina, Liburni do të përfundonte në vendin e parë në kampionatin e rregullt. Vlen të theksohet se në javën e ardhshme fillon faza play-offit. Është faza kryesore e kampionatit ku edhe do të përcaktohet kampioni. Në vazhdim të ndjekim grafikën e parashikimit të motit për ditët në vijim. Para së të ndahemi të ndjekim edhe njëherë disa nga informacionet kryesore të këtij edicioni. Repartet e spitalit të përgjithshëm Misa Grezda në Gjakov, të cilat gjatë kohës së pandemisë kanë qenë në shfrytëzim për pacientët e infektuar me COVID-19, nga sot janë rikthyer në hapësirat ku çdo herë kanë ofruar shërbimet e rregullta. Komuna e Gjakovës vazhdon të mbetë ndër komunat më transparente në Kosovë. Kësaj radhe renditet e treta në indeksin e transparencës për qeverisjen komunale 2020 i publikuar nga KDI dhe USAID. Inspektoriati komunal në bashkëpunim me policinë e Kosovës dhe sektorët tjerë në vazhdimsi po vëzhgojnë situatën në teren. Gjatë inspektimeve që kanë bërë në ditët e fundit është vërejtur se në shumicën e bizneseve ndryshon çmimin nga sektori deri tek arka. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Për më shumë informacione na ndiqni edhe në portalin syri-vizvizion.tv. Mirupafshim.